ka qenë shumë një djalë i veçantë. Muzikalisht i talentuar. Dhe të tjera tha kemi një rini të shkëlqyeshme. Ka qenë një përkras i kërkesave tona të përgjithshme. Është figura më markante e brezit tonë. Ai ka lënë gjurmë të thellë. Askush në shkencën politike dhe juridike nuk e argumentojnë më të drejtën e Kosovës në vetëvendosje dhe në pavarësi. Vullnet ky i sublimuar edhe në deklaratën e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, mbi Kosovën si njësi të pavarur. Në këtë çast me të drejtën ngazllime dhe mburrje për të mbërrimet tona. Akademik Gazmen Zajmi, padyshim është një ndër intelektualet më të shquar, figure veçantë jetës dhe veprimtarisë publike, politike e shkencore shqiptare. Ai ishte intelektual në kuptimin e plotë të fjalës, jurist, politikolog i zgjuar, profesor i respektuar, akademik, shkencëtar, publicist, poet e kompozitor. Ishte figurë shumë dimensionale që la gjurmë të pashlyeshme në historinë më të re kombëtare dhe evropiane. Gazmen Zajmi ishte projektuesi teorik e juridik i shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Familja Zajmi ishte ndër familjet më fisnike dhe më adhetare në Gjakov. Tahir Shaban Zajmi, gjagja i Gazmendit, ka qenë aktivist politik në Shqipëri në periudhën mes dy luftrave botërore. Ai angazhoi përjetësimin e Shqipërisë etnike dhe më për këtë qysh në vitin 1918 u largua nga Gjakova dhe u bashkua qetave të udhëhecit popullor dhe ushtarak Bajramcurit dhe veproi në kuadër të mbrojtjes kombëtare të Kosovës. Një kohë qëndroi në Kokës dhe në Krum e pastaj në Shkodër. Përkrau opozitën në lëvizjen e Shershorit dhe Luigi Karakuqi angazhon Tahir Zajmin në Ministrinë e Financave të Shqipërisë. Ai ishte ndër themeluesit dhe drejtuesit e lidhjes së dytë të Prizrenit. Në kuvendin e dytë të saj, mbajtur me 16 deri me 20 shtator të vitit 1943, drejtuar nga Bedri Pejani, me insistimin e Tahir Zajmit u miratua vendimi i veçantë me të cilin shpalloi zyrtarisht uniteti dhe paprekshmëria e të gjitha trojeve shqiptare. Për shkak të veprimtarisë politike të Tahir Zajmit, edhe vllau i tij Jahjaja, baba i Gazmen Zajmit me familje, larguan nga Kosova dhe vendosën në Krum të Hasit të Shqipërisë. Këtë punë kanë bërë që kanë kaluar atje në Krum, ka qenë një prej xhaxhallarëve, Tahir Zajmi, i përndjekun prej qeverisë serbe dhe ilegal në atë kohë në Gjakov të kushëritë e vet, kështu që është dësht kalonin atje, edhe të shpëtonin, po them nga përndjekët, por edhe të shkolloheshin në shkollat shqipe që aso kohë mungonin në Kosovë. Unë edhe Gazmeni kemi lindë në Krum, kurse bujari i vllau i tret ka lindë në Kugës. Gazmen Zajmi, i biri Jahja dhe Halise Nimanit Zajmit, është lindur në Krum të Hasit në Shqipërinë Verilandore me 20 qershor të vitit 1936. Prej Krumës kanë kaluar në Kugës. E në vitin 1941, kaluam në Prizren. Kemi jetuar në lagjën Çarraka, kështu quhej, rruga Sarajve, kështu quhet në Prizren. Edhe po them Gazmeni në atë kohë ka pas 5-6 vjeç. Gazmendi shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në qytetin e lidhjes shqiptare në Prizren. Ka qenë viti 1942-43 klasa parë. Gazmendi ka qenë shumë një djalë i veçantë, i mençëm, i pashëm, i pastër, i shoqënueshëm, ma i miri në klasë. Gjithmonë shokët e klasës ju në rreth Gazmendit. Ka pas shumë shokë, sidomos shokët e klasës, janë njohur shumë mirë me zveti, por ai që majnë menun që vinte për ditë të nanë shtëpi dhe ky natyrisht në shtëpitë e tij ka qenë Abdullah Kajagdiu. Kanë qenë shokë të pandashëm. Ato kanë qenë ditët e miturisë dhe të djallërisë sonë. Edhe unë kam pas kënaqësinë edhe fatin që njoha atë
si njeri, si nxënës. Aktivitetet të ndryshme për para pak, ndoshta kemi pas, po që ato ajo koni pari. Andej, bikim femju, shkelëshe në gjupi, o konë Krist Leka në klasë, ky Angel Berisha ka qenë, Zita Bashota, Hamdije Vezgishi, sa po mujë me i marrë të menë. Gazmeni ka qenë nxënës i shkëlqyshëm, edhe një nxënës i cili ishte i dhënë pas leximit edhe pas mësimeve, por një herësh edhe merre edhe me zbavitje. Gazmeni gjithmonë i pari. Shumë i dashur në kënd, shumë i afërt me njerëz. Gazmen Zajmi studimet të rregullta e vijoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Beogradit dhe ishte ndër studentët më të dalluar të këtij universiteti. Gazmen Zajmin e kam njohur gjatë viteve të mia të studimeve në Beograd. Ai ka qenë në Fakultetin Juridik, unë kam qenë në Fakultetin Filozofik. Gazmedi dallohej me mençurinë e tij, edhe me aftësinë për të mësuar dhe për të mësuar të tjerët. Puna e studimeve për ne ishte jashtëzakonisht ishim përvetuar qysh në djalëri, kur ishim të vegjël që patjetër do të studojmë dhe do të arrijmë qëllimet e jetës ideale tona. Ky është një nga studentët më të shquar në Fakultetin Juridik, por besa edhe jashtë tine. Mes nesh merrej vesh kush është studenti shkëlqyshëm, kush është ekselent, më i miri i gjeneratës, dhe Gazmendi për çdo vit ishte një nga ata, një nga të përzgjedhurit, një nga studentët më të mirë. Po Gazmeni ka pas del humori, edhe rreth vetes ka pas gjithë një shok, koleg, të cilët e çmonin shoqërinë e tij, fjalën e tij, humorin e tij. Gazmendi ishte gati pjesë e pandare e atyre vikendeve, vinte me fizarmonikën që i binte shumë mirë dhe ne kur i organizonim vikendeve këto shëtitje, gjithë një kujdeseshim që ta sigurojmë të jetë i lirë Gazmendi të vije. Se prania e tij, muzika e tij, sjellja e tij në një mënyrë u jepte shpirt, u jepte kuptim atyre shëtitjeve kolektive që bënim ne. Pas mbarimit të studimeve për drejtësi, Gazmen Zajmi nga mesi i vitit 1959 e ka ushtruar detyrën e gjyqtarit të gjykatës së Rrethit në Prizren, duke qenë edhe në krye të kësaj gjykate. Bile kanë pas shkruar gazetat aso kohë që ky ka qenë gjykatësi ose apo kryetari i gjyqit më i riu jo vetëm Kosovë, por në Jugosllavinë atëhershme. Gazmen Zajmi, që nga fëmiria kishte talent të dalluar në artin e muzikës dhe i binte mandolinës, kitarës dhe fizharmonikës e më vonë edhe pianos. Që në rinin e vetë është marrë edhe me muzikë, edhe unë për ta ilustru këtë më kujtohet me atë rrogën në partë mësuesisë. Bleva edhe një kitarë, me që kisha zanin e mirë, po dhe me që këndoja vetë dësha që atë të bëja për cilën me muzikë. Mirë po ndodhe që Gazmeni e mësoj mirë, jo vetëm kitarën, po dhe fizharmonikën edhe pianon, kurse unë mbeta, po them me 2-3 pozicione. Gazmendi u angazhua në mënyrë aktive edhe në shoqërinë e parë kulturore artistike shqiptare në Kosovë, Agimin e Prizren, në kuadër të orkestrinës zbavitëse. Nga viti 1959 deri në vitin 1961 ishte edhe kryetari i kësaj shoqërie. Një personalitet që është çu edhe në rrafshin kulturor, rrafshin politik e gjitha rrafshet tjera. Me të vërtet ka qenë një njeri, mund të them gjeni. E kom njohur si një njeri gjithmonë që ka qenë i gëzueshëm. Gjithmonë tu qesh, një njeri që ta ka ndruar atmosferën, nëse ka qenë ndonjë atmosferë e zgjumt, ka qenë ai prezent, ka qenë diçka krejt tjetër. Fal dashurisë dhe përkushtimit në krimtarinë muzikore, Gazmen Zajmi filloi të shkruajë edhe poezi dhe tekste të këngëve dhe t'i komponoi ato. Si autori i tyre, mori pjesë edhe në festivalin Akordet e Kosovës, ku arriti të fitoj edhe okarinën e artë.
Ma ofroj një këngë për me knu në akordet e Kosovës. Ishte si për ngut, edhe disa ditë festivali, tha shpejt duhet me një këngë temën me e këndu. Bashkë me të ndjerin Fitim Domi, Migjen Ram, të më thonë, si e njef populli, duet. Edhe në thiri në shtëpin e ti, edhe me piano, dhe më thonë edhe piano në ka pas si instrument, po e mësum këngën, e mësum për një 2 ditë këngën edhe më ndej e këndum në festival. Profesor Gazmendi ka qenë muzikalisht i talentuar. Dhe më thonë, ka mujtë lirisht me studiu. Pas studiu i ka arritur këto. Gjallët e gjashtën, po i mikon në Angliu në Saliji. Apo kësë me nëzajnë me neva, apo o dheci joni. A i ka ditë 6-7 mund. Edhe kër mi donë në kënua, që i kemi kënu lëzaj fusha, lëzaj moni. E zuna i kajk. Edhe 4 vallë kemi pas me sharkime që të li. Ato ka thonë tash, ata udhjesa të atyne. Ata dërgjeta të atyne, thënë kuj ka ta dërgjeta të veci me njota. Mirë po Gazmendi tha ja, ta njota ti kanë kryje. Ta nuk zonë të këta dërgjeta të. Edhe i këmë atu, edhe 4 vallë dhe dulëm na. Por dulëm na kanë ditë për qafë Gazmendi. Ta na këni zbarë styrën. E shqiptarizmit. Në fond të vitit 1961, Gazmenzajmi u pranua asistent i lëndëve sistemi politik dhe drejta kushtetuese në Fakultetin Juridik të Prishtinës. Ndërkaq nga viti 1963 deri në atë 1967 kreu detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit të Kosovës. Me Gazmendin jam njohur dikun para vitit 66. Se isha atëherë deputet në Kuvendin e Kosovës, për kemi pas bashkëpunim, lidhje, në përmledhje, në komisione, ka ardhë, sidomos kur kanë qenë çështjet kushtetuese. Gjatë diskutimeve për amandamentet e reja kushtetuese që u zhvilluan në vjesht të vitit 1968, kur u shtrua dhe publikisht kërkesa për Kosovën Republikë, padyshim se opinionin mban mend edhe argumentet profesionale, elaborimet e thella të profesor Gazmenzajmit, Ali Hadrit, Fehmi Aganit, Bardhyl Çaushit, Dervish Rozhajës, Ejop Satovcit, Mark Krasniqit, Isak Mustafës dhe të intelektualëve të tjerë në favor të avancimit të statusit politik, juridik dhe kushtetues të Kosovës. Dëshmi për argumentimin shkencor të së drejtës së Kosovës për vetëvendosje është edhe ky shkrim autorial i Gazmenzajmit i botuar në gazetën Rilindja me 7 shtator të vitit 1968. Po Gazmendi është njohës më mirë në ne çështjeve juridike edhe politikës. Po unë kom pas një përshtypje se ka qenë njeri prej më të aftër. Që kanë qenë në lamin e vetë, edhe ai ka dhënë kontribut shumë të madh për hartimin e kushtetutës Kosovës në vitin 74, prej 68 dhe 74 amendamentet që kanë qenë këtu krejt, ai ka qenë promotori që i ka formulu qysh Kosova duhet me figuru. Jo rastësisht, Gazmenzajmi ishte njëri ndër hartuesit e kushtetutës së vitit 1974, me të cilën Kosova fitoi statusin e krahinisë autonome si element konstitutiv i Federatës atëhershme Jugoslave. Ka pas një zëng, apo më me të thënë polemik me Stano Jakseqin, një kuadër sërb i luftës, i cili ishte atëherë kryetari i Kuvendit. Gazmeni pat polemikën rreth të drejtave të reja të autonomive që ekzistojnë në botë, pat shkruar në vazhdime disa artikuj polemizues për të drejtën e Kosovës, edhe duke hedhur poshtë mendimet e atij funksionari, si të mendimet të i kaluara dhe arkaike. Gazmendi ka qenë një prej intelektualëve më fort në Kosovë edhe jo në Kosovë.
Gazmenzajmi ishte ndër figurat kryesore që i bëri përgatitjet për themelimin e Universitetit të Prishtinës. Në vitin 1972, me rezultate impresive, i kreu edhe studimet postdiplomike në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Beogradit, ku dhe mbrojti tezën e doktoratës të drejtat kushtetuese juridike të gjuhëve të pakicave kombëtare midis dy luftra botërore. Kështu Gazmenzajmi u zgjodh profesor ordinar i sistemit politik dhe ishte drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ishte shef i katedrës dhe prodekan. Disa nga studentët e profesor Gazmenzajmit, të cilët më vonë morën pjesë në shumë procese të shtetëndërtimit të Kosovës, ashtu si që kishte mësuar profesori Gazmend, rrëfejnë për të si pedagog dhe edukator i vërtet i brezit të ri. Ka qenë një pedagog i jashtëzakonshëm, ka ditë të tërheq vëmendjen e studentëve, një ligjërues i cili të cilin e kemi prit pa durim që të filloj ora për të ndëgjuar se çka ligjëron të ai. Kisha nderin që të jem student i tij dhe gjatë ligjëratave ai për mua ishte një ideal, një pedagogu, një mësimdhënës të shkëlqyer, por fati deshte që pastaj pas diplomimit edhe të punoj me te për disa vite si asistent i profesorit dhe ngajt mësoj të thoja profesionin e mësimdhënësit, që nuk është vetëm një profesion akademik, po është më tepër një rutina, po një profesion pedagogjik. Ligjërimet e tija nuk ishin stereotipe, do të thotë si përsëritje e asaj që ishte në libër, por ishin shumë më tepër se ajo, e bante Londën shumë interesant, dhe shpesher e të i kalojnë të njësin mësimore, me qëllim që neve të na jep të informacion dhe njohuri nga lamia që ai ligjëronte, por edhe nga e drejta në përgjithësi. Ka qenë një prej profesorëve më të zgjuar në Fakultetin Juridik, i cili ka njofte konceptet politike dhe kushtetuese. Mund të them se ka qenë ikon e Fakultetit Juridik, zbashku me profesorin Jop Statocin dhe Bardel Çaushin. Profesor Zajmi ka qenë një humanist ratë parë, një njeri shumë i dashur, intelektual i mirëfillt, që ka qenë ideal për shumë student, po jo vetëm student, por shumë studius. Po e përmeni një detalj, ai duke qenë një prej doktora matrit shkencave, në nivel Jugoslav ka qenë i parritshëm, dhe nuk mund të gjendësh 3-4 politikolog tjerë, sidomos kroat, që kanë mujtë të krahasohen me te. Profesori Gazmend përveç që ka qenë një ligjërues i mirë, po ashtu ka qenë edhe përgatitur kombëtarisht mirë, na ka shpjeguar edhe për të ardhmen e Kosovës, nëse gjithmonë ka theksuar se Kosova duhet të ketë një status më të lartë politik dhe juridik. Dhe ju ka qasë studentëve në mënyrë shumë pedagogjike, duke i edukuar ata dhe duke ngritur të ta vedijen juridike në favor të mbrojtjes së kombit. Ai nuk e mshehke do me thonën përcaktimin dhe intencën e tij që edhe kjo që është duke u punu duhet jetë vetëm një fazë për realizimin e drejtave të plota të shqiptarëve në Jugosllavi. Shoku i fëmijërisë dhe më vonë kolegu i universitetit, profesori Abdullah Karagdeu, përkujton për kushtimin e profesor Gazmenzajmit gjatë ligjëratave në Fakultetin Juridik dhe një moment emocional kur një student shprehu respekt të posaçëm ndaj profesorit të tij. Sallat nuk kishin vend për dëgjues në student. Kjo ka ndodhur disa herë. E këtë mbushte edhe male bënte edhe zemrën e tij. Njerë për më kujtojtë, pikërisht në universitet, pashë kishë luat të tjera, shka u bo kurën, për kishë duhet të sholim dikun. Ta që një student, një lapë skuq, po ka ra pikë, s'ka kur që më dha këte. Gazmenzajmi duke u dalluar si intelektual dhe pedagog universitar nga viti 1975 deri në vitin 1979 ishte prorektor, kurse në vitin 1979 ishte zgjedhur rektor i Universitetit të Prishtinës. Ishte kjo periudha kur Universiteti ynë përjetoi rritjen më të madhe në historinë e vet, për çka profesor Zajmi dha kontribut të jashtëzakonshëm. Ky kontribut është i lartë, sekse veçantë
ka pasur Gazmen Gazmeni që ta përforcoj universitetin me kuadro adekuate, edhe kështisht zgjeroj dhe këmbimin dhe vëllezërit të Shqipërisë. Kjo është periudha kur rulëzon universiteti. Profesori Gazmen Zajmi është marrë më tepër me ato zhvillimin e fakulteteve të reja, hapjen e fakulteteve të reja, të cilat i mungonin Universitetit të Prishtinës. Sidomos edhe institucioneve tjera shkencore që merren me punë shkencore dhe kërkimore në universitet. Ai është gëzuar me përparimin e çdo studenti, me kujtohet me atë rast lumturia e tij kur shifte se rinia i ka hapur syt dhe se organizohet, qëndron dhe ai bëhet dëshmitar i një kohezioni, i një bashkimi, i një frymëre të re. Një nga prioritetet e udhëheqjes atëhershme të Universitetit të Prishtinës në krye me Gazmen Zajmin, padyshim ishte bashkëpunimi me universitetet më të njohura të vendeve të botës, e veçanërisht me ato të Evropës dhe me Universitetin Shtetëror të Tiranës. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve midis Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Tiranës, po dhe me universitetet tjera të botës, si Universitetin Friedrich Schiller të Jenës nga Republika Demokratike atëherë e Gjermanisë, Universitetin e Sofjes, Universitetin e Dagestanit ish Bashkimin Sovjetik, pastaj Universitetin Politeknik të Jashit në Rumani, Universitetin La Sapienza në Rom, në Universitetin e Valladolidit në Spanjë, Universitetin e Heidelbergut simbolikisht kemi pas bashkëpunim, Universitetin e Bradfordit simbolikisht kemi pas, dhe nga viti 80 është vënë bashkëpunimi edhe me Universitetin e Pensilvanisë në Filadelfi të Shëbave. Gjithmonë praktikisht profesori Gazmen Zajmi si prorektor ose si rektor, ai rreth çështjeve të bashkëpunimit ka marrë pjesë aktive edhe në përpilimin e marrëveshjeve edhe në nënshkrimin e tyre. Në atë kohë kemi nënshkruar edhe protokollin me të kur rreth 50 pedagogë vishin prej Universitetit të Tiranës, pedagogë shumë zahë si Arben Puto, Luan Omari, Petra Shpilika, Plum Bitri, Recep Mejdani, cilët kanë dhënë mësimin më cilësor që është e mundshëm në Universitetin e Prishtinës. Sidomos një rol të rëndësishëm në këtë bashkëpunim në këtyre dy universitete ka luajtur profesori Osman Kraja, dhe me të kemi pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Ne kemi pas nga udhëheqja jonë e shtetit një përkrahje pa kufi për bashkëpunimin me Universitetin e Prishtinës. Dhe për të çuar pedagogët tanë në Prishtinë, ne si kemi marrë leje ma kërkuese përpara për dalja e shtetit, duhesh marrë leje. Për shkuar në Prishtinë, ne s'kemi marrë leje për asnjë pedagog. Binte telefoni prej andaj, thoshin do në filanin me ardhë nesër, edhe në makinë se nesër atë filanin e bishim aty. Këta dje me vajzat reja të Universitetit Prishtinës, kanë ardhë të ne në Tiranë, dhe kanë njek një vit rresht mësimet të kolegët e vetë, leksionet atje që me mëso, që kur shkojnë atje me dhanë mësim, ta japin me dignitet. Ai ishte i gatshëm për projekte, për bashkëpunim. Ishte njëri shumë ndërmarrës dhe me vizion për punët, për zhvillimet, për shoqërore, për gjithçka. Një aspekt tjetër që ka pas profesori Gazmen e ka pas që afirmimin e universitetit jashtë kufive të Kosovës. Kështu që pjesëmarrja e ndryshme në për universitetet tjera me ligjërata edhe me kumtesat e ndryshme ka qenë një sukses i jashtëzakonisht i madh i tij. Lidhur me bashkëpunimin e Universitetit të Prishtinës me Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe me universitetet e tjera evropiane nga arkivi i televizionit të Prishtinës, po shkëpusim këtë fragment të bisedës me rektorin Gazmen Zajmi. Në universitetin tonë po është duke bërë përgatitje për një intensifikim të bashkëpunimit ndër universitar në vitin e ardhshëm shkollor. Siç dihet, universiteti i jon ka marrëdhënie të ngushta me Universitetin e Tiranës në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, me Universitetin e Jenës në Gjermani Lindore dhe Universitetin e Jashtës në Rumani. Janë duke bërë
përpjekje për hapjen e shtegut të lidhjes së marrëdhënies me ndonjë nga universitetet në Angli dhe në Francë. Këto ditë po ashtu përgatitem projektin e protokollit të bashkëpunimit në mes të Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Tiranës në mënyrë që deri të nënshkrimi i tij të vijë Sava me kohë dhe natyrisht që realizimi i tij të vijë në mënyrë të pandërprer. Por unë më mend për shembull Dervishin, Kazmen Zajmin, Idris Ajetin e këta që kanë qenë vërtet figura atje të njoftuna. Ruaj konsiderata shumë të mira për gjithë njerëzit me cilët kemi bashkëpunuar atje. Në mënyrë të veçantë për Gazmenin, sepse Gazmeni është edhe kushrin i mirës, prandaj ishin lidhje të dyfishta. Dhe këto lidhje të dyfishta të imponoheshin. Sa kënaqësi kemi kur marrim vesh që ai Universiteti i Prishtinës u zhvillua ashtu si duhet. Rektorin Gazmen Zajmi e kam takuar për herë të parë në nëntor të 79-s përmes djalit e Axhës, profesor Isa Demaj, në Prishtinë. Një prej temave kryesore gjatë atij takimit ka qenë bashkëpunimi me shtetin am, Shqipërinë. Të dytë ishin të mendimit që bashkëpunimi duhet të zgjerohet edhe më tutje. Më kujtohet rektori tha që ne jemi duke punuar në drejtim dhe edhe ne si rektorat e shohim se bashkëpunimi me shtetin am është shumë i rëndësishëm, por njëkohësisht theksoj që kemi vështirësi sidomos nga qartet e caktuara të Beogradit, të cilët bashkëpunimi me shtetin am nuk e shohin me sy të mirë. Më kujtohet rektori ndër të tjera tha kemi një rini të shkëlqyeshme, kemi student shumë të mirë, kemi profesor të mirë dhe këto janë një garancion për ardhmërinë e popullit tonë. Ai ka shpresuar shumë në fuqinë e rinisë që ka pas të drejtë se është mbështetur në rini, edhe me marrë mendja brezi atëshëm, s'kend nuk e ka çmuar atë shumë sinqerisht si Gazmenin. Ekskluzivisht për këtë dokumentar nga arkivi të ndjekim edhe këto fragmente të rrëfimit të rektorit të Universitetit të Prishtinës, profesor Dr. Gazmen Zajmit, lidhur me funksionimin dhe zhvillimin e këtij institucioni të lartë të dijes dhe shkencës në Kosovë. Universiteti sot është i ballafaquar me një vakt projekte dhe aktivitetesh në mesin e cilëve do të mund të veçonim rreket për përfaqësimin e më të thjeshtë të integrimit mësimor shkencor, i cili zufill me nënshkrimin e marrëveshjes veçëverise mbi bashkimin e mësimit dhe shkencën në fakultetet anë dhe i cili para do kohë u zbatua. Pastaj organet universitare dita me ditës kanë dhënë të mirën më tepër me çështjen e avancimit të efikasitetit të studimeve. Kur përmend efikasitetin e studimeve, me këtë mendoj jo vetëm çështjen e rritjes së numrit të diplomuarve në universitet, por dhe rritjen e kualitetit të diplomuarve. Është ky s'ka dëshim një problem me rëndësi ideale në dritë të nevojat e zhvillimit të nxituar të shpejtuar të Kosovës. Me rastin e ndarjes së çmimit të dhjetorit, mirënjohjes më të lartë të Kosovës për institucionet dhe individet në vitin 1979, e cila është ndarë edhe në Universitetin të Prishtinës, në një intervistë tjetër për televizionin e Prishtinës, rektori Zajmi thekson: Ndarja e çmimit të dhjetorit Universitetit të Prishtinës, të këtij institucioni më të lartë mësimor, shkencor, krajinor, për rezultatet e korrëve në vitin 1979, që një si harrit i këndshëm për të gjithë 10 fakultetet të Universitetit të Prishtinës, për gjithë studentët, pedagogët dhe njerëzit punonjës të Universitetit të Prishtinës. S'ka dyshim se viti 1979 që një vit i frytshëm, një vit i suksesshëm, me një sër aktivitetesh, rezultatesh në shumë lëmej të jetës universitare. Këtu ndërmjet tjerash vlen të përmendet se numri i të diplomuarve në vitin 1979 që më i madh se kurrë më parë në vitet e kaluara, ka lënë cifrën mbi 1500 veta, u themeluan dhe u degëzuan një varg institucionesh mësimore shkencore që begatojnë më të tjerë hindin mësimor shkencor të universitetit. Si të them në këtë qast me të drejtën nga zllimi dhe mburrje për të mbrimet tona,
ne nuk e humbim ndjenjen e përkorisë, nuk zhveshëm nga ndjenja kritike për atë se të mërimet tona do të mund të ishin dhe më të mëdha dhe do të jenë dhe më të mëdha me iniciativa, rreke dhe punë dhe më të dendur në të ardhmen, mund në vlogun si të kremtimit të 10 vjetorit të universitetit, ku jemi zotuar që me rezultate sa më të larta të karakterit punues, në mënyrë sa më të drejtë të shënojmë 10 vjetorin e universitetit gjatë tërë vitit jubilar 1979-1980. Në Akademinë solemne me rastin e shënimit të 10 vjetorit të punës së Universitetit të Prishtinës zbajtur me 31 maj të vitit 1980, ku morën pjesë edhe drejtuesit e Universitetit Shtetëror të Tiranës dhe të universiteteve më renomme evropiane, në fjalën e tij rektori Gazmend Zajmi postjerësh ka vlerësuar Themelimi i Universitetit të Prishtinës, si institucion më i lartë mësimor shkencor i krahinës autonome të Kosovës, para 10 vjetësh dhe 10 vjet të rritës e të zhvillimit të tij të hovshëm dhe të sukseseve të njëpasnjëshme të tij, për kronikanin e së djeshmes, por edhe për historianin e së nesërmes, janë dhe do të jenë dërgur shënuesit më të ndritur, më të shtrenjtë dhe më peshërëndës të rritjes së përgjithshme të Kosovës. Është kjo ndër faqet më të ndritura të së ndërtimit të synimeve shekullore, liridashse dhe arsimdashse të popullit, i cili u bëri ballë shtërngatave të historisë. Padyshim se cilësori më sinjikativ është numri impozant i studentëve që ndjekin mësimet në këtë universitet, 35.000 studentë në fakultete dhe 13.000 në shkolla të larta, e radhisin Universitetin e Prishtinës ndër 4 universitetet më të mëdha të Jugosllavisë. Rreth 1100 pedagog, punëtor, shkencor, në mesin e të cilëve 260 doktor shkencash dhe 210 magjistra shkencash, si dhe më se 9.000 studentë diplomuar në fakultetet e ndryshme të këtij universiteti, paraqesin potenciale të mëdha dhe hapin shtigje të gjera dhe horizonte të reja për të kontribuar në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të Kosovës. Edhe më i ndritur do të jetë ardhmja jonë. Ne jemi farkëtar të ardhmërisë sonë, është shprehur rektori Zajmi. Gazmend Zajmi një mandat ka qenë edhe kryesues i Kuvendit të Bashkisë së Universiteteve të ish Jugosllavisë. Ai përfaqësoi Universitetin e Prishtinës në mënyrë të denjë edhe në nivel ndërkombëtar, duke qenë antar i Komitetit të Përhershëm të Konferencës së Rektorëve të Universiteteve Evropiane dhe Botërore. E dinim që Gazmendi ishte rektor edhe një nga rektorët më të suksesshëm të Universitetit të Prishtinës. Ne gëzoheshim kur dëgjonim opinionet e qendrave tjera me të cilët ne kishim bashkëpunime dhe me Beogradin e me Zagrebin si universitet, dëgjonim fjalë respekti të madh, opinion shumë në favor të Gazmendit, edhe kjo na bënte të ndjehemi mirë. Mjafton me tregu natën kur mbajt me rektor të universiteteve të huaja. Universiteteve të Ljubljanës, e Zagrebit, e Sarajevës, edhe kishim një darkë solemne me këta rektort, edhe kur e kapi pianën, edhe filloi mira pianës, Gazmendi dha një atmosferë të jashtëzakonshme. Ka qenë njëri që jep atmosferë vendit ku ndodhej. Ai ka qenë aktiv jo vetëm atje, ka qenë aktiv në asociacionin e madh të universiteteve të botës, dhe atje ka mbajtur referate për universitetin dhe shoqërinë, për universitetin dhe shkencën, për universitetin dhe rolin e tij në avancimin e një shoqërie që mua më janë dukur me shumë interes. Ai ka qenë një jurist par excellence, që thonë këta, i guximshëm. Ka pas një gjuhë të pastër, të drejtë dhe të sigurt. Ai ka qenë një intelektual shumë i lartë, shumë i bindshëm, i guximshëm. Ka qenë shembull ndër pedagogët përgjithësi. Ka ditë me u gjitë edhe në gjuhë të huaja, ka ditë me u gjitë përgjigj, edhe në frëngjisht, edhe në anglisht, edhe turqisht. Sa ishte rektor, Gazmend Zajmi e mbështeti edhe veprimtarinë kulturore të studentëve të universitetit e veçmas shoqërinë akademike Ramiz Sadiku. Unë punojsha në shoqërinë akademike Ramiz Sadiku të universitetit dhe ai ka lënë patjetër ka ambulonca e vjetër ka qenë aty, ushtojshim ne.
dhe për të majtë ligjerata dhe çdo ditë ose çdo dy ditë u kthente. Ai luante në piano, unë këndoja në pasë me gjysë ora, kjo ka qenë vazhdimi. Kur ishte rektor, të them edhe një kuriozitet që ai e formoi korin akademik. S'ka pas kur njëherë kor akademik. Arriti të bëj korin në krye me Bariqelin, profesor Bariqeli të dirigent. Ndër këngët më të dashura dhe më të popularizuara të Gazmenzajmit, të cilat këndohen edhe sot e kësaj dite, është Martesa, Zogu i shpresës dhe të tjera. Martesa është bërë hymni dashurisë në të gjitha dasmat dhe festat jo vetëm shqiptare. Me thiri me telefon atëherë më tha që ka qef për të rinjqizumën. Unë e ushtrova me në ansamblin akademik të Universitetit Prishtinës edhe e inqizum në studiot të Radio Prishtinës të atërshme. Doli një këngë shumë e suksesshme, e pëlqej publiku shumë dhe unë deruam me mikrofonin në ardhë, si këngëtari më i popularizuar me saj kohë, tu ju falenderu Gazmenzajmit. Qysh në vendin e u deshtë më njeri tjeni për qafu, zemra tona për pajamba për njera tjene në tu. Martesa jone në shtru, kur zina shuri. Kënga flet vetë, flet publiku vetë, çdo dashëm është pa mundë mos këndohet bile njerë, ose 2-3 herë. Ne kem pas fatin të jem festivalet shumëta. Në për ish Jugoslavie, në për Europë, kur këndu kënga Martesës, të gjithë, ata kanë qenë qek, apo poljak, apo kanë qenë anglez, kanë varpu me lyp tekstin e këngës, është shumë e ndëgjueshme dhe këngë që kanë lënë bres në popullin tonë patjetër, po edhe të tjerat. Gazmenzajmi ishte bohem i shkencës dhe i muzikës, është autor i 4 librave me kompozime prej afro 200 këngësh, i 2 vëllimeve me vazhdet e këngëve zbavice dhe të këngëve të komponuara në frymën e melosit popullor, i këngëve për fëmijë dhe 6 tema orkestrale. Ndër veprat e para të botuara është edhe 2 tubza këngësh, dizajni i ballinës është përgatitur nga profesor Shoqëri Nimani. Gazmenzajmi është edhe autori përmbledhjeve Xizëllonja dhe asaj me 100 melodi argëtuese dhe popullore, këngë për fëmijë dhe tema instrumentale. Profesor Gazmenzajmi ka qenë personalitet i gjithanshëm dhe mund të thuhet edhe i rrallë, ndër të rrallët. Gazmenzajmi ishte autori i teksteve dhe i muzikës së këngëve të kënduara nga disa interpretues, në mesin të cilëve edhe vajzat e tij Lyra Jehona. Në edukimin muzikor të tyre kanë pas ndikim të madh prindërit e tyre Gazmendi dhe Besa. Lyra dhe Jehona në festivalin Akordet të Kosovës shkëlqyen dhe për këtë u shpërblyen nga juria profesionale me okarinën e artë. Opinionit i kujtohet shumë mirë kënga Xizëllonja me tekst dhe muzikë të Gazmenzajmit. Zajmi kryva klasën e 4 me sukses të shkëlqyeshëm. Ka marrë pjesë në disa akorde për fëmijë. Festivalet kanë qenë kënaqësi, jo vështirësi, unë dhe motrej me Jehona. I kujtojmë shumë ëndje këto festivale. Më së shpeshti kam kënduar këngën Xizëllonja, këngën Ora dhe kësi vjetë nga akordet për fëmijë këndova këngën me Bariqeli, me të cilin fitova okarinën me artë. Prindërit në kanë kultivu kureshën, në kanë ofru mbështetje emocionale. Gazmenzajmi ishte autor edhe i këngës Fëmia që çdo di, interpretuar nga Shoqëri Nimani, të cilin i ka kushtuar birit e tij frymëzimit. Akademik Angel Berisha, për vlerat e krimtarisë muzikore të shokut të klasës Gazmenzajmit, në një studim ka shkruar: Zajmi përsa i përket krimtarisë muzikore, mund të vlerësohet muzikë e bukur e një autodidakti pasionant. Në të gjitha këngët e tij dominon atmosfera lirike, nga pak edhe ajo sentimentale dhe romantike. Mirëpo ka edhe këngë me tingullin më optimist e rinor. Baleti Vallja Pranverore është vepra kulminante skenike muzikore dhe pretencioze që e krijoi Gazmenzajmi.
Gazmen Zajmi si figurë poliedrike e ka dashur edhe pikturën dhe i ka vlerësuar lartë skulpturat e akademik Agim Çavdarbashës. Në arkivin e familjes Zajmi është ruajtur me kujdes edhe kjo skulpturë dhuratë nga miku i tij skulptor. Demonstratat e pranverës së vitit 1981 në Prishtinë dhe qendra tjera të Kosovës e kanë gjetur Gazmen Zajmin në krye të Universitetit të Prishtinës. Nga aty filluan të gjitha proceset e zgjimit kombëtar të rinisë, forcave intelektuale dhe ardhëtare të shqiptarëve të Kosovës dhe të visave të tjera etnike shqiptare. Në demonstratat 26 martit kanë qenë organizimet më të mira, kanë qenë kumtiplote, po ashtu edhe kanë qenë me kërkesa decisive. Profesori Gazmen atëherë ka qenë rektor në universitetit, ka ardhur në këtë vend ku jemi këtu dhe në mes tjerave që se kam harruar, ka thonë se mos më gushtoni mua se edhe unë jam sikur ju. Dhe më thonë, ka qenë një përkras i kërkesave tona të përgjithshme të cilat i kemi pas, që Kosova tjetë republikë, po ashtu edhe kërkesat më gjëra. Studentët ishin mbledhur krejt në konviktin numër 3. Në ora 9 fiks kanë dalë studentët në platon e konviktit atje. Aty në atë kohë ka marrë pjesë edhe rektori Gazmen Zajmi, edhe Pajazit Nushi si nënkryetar qeverisë, por ka qenë dedikuar për arsim, edhe Azem Vllasi. Këta kanë marrë pjesë, kanë diskutuar me studentë. Nuk kanë qenë pranuara për pushtetin atëhershëm, kurse për rektorin këto kërkesat kanë qenë gati gjithat pranuara. Kërkesat të cilat kanë qenë të shkruara nga studentët i ka paraqitur Rizat Demaj. Paraprakisht u morën vesh që unë t'i lexoj ato kërkesa dhe në fund t'ia dorëzoj rektorit Gazmen Zajmi, e bëra një gjë të tillë dhe shkova tek profesori, ja dorëzova kërkesat dhe më tha, në kuadër të mundësive dhe kompetencave që kemi si rektorat, ne do të bëjmë çdo gjë që është mundur që me kujdes t'i shqyrtojmë kërkesat e studentëve. Profesor, duke shikuar njëri tjetrin në sy, jemi ne bashkë? Tha po, tha ne kemi qenë, jemi dhe përgjithmonë do t'jemi bashkë. Kërkesat ishin konstruktive, por sa të kudo për atë kohë nuk u ishin ata tret me dhonë përgjigjet e duhura. Profesori më tha, më pëlqeu fjala jote në fund, kur the se do të marshojmë nëpër qytet dhe nuk do të dëmtojmë vendin tonë, Kosovën. Ruajini, se mund të ketë edhe provokime të mëdha, ka përforcime. Po më dhimbeni, por më mbetet studentët e mi, t'ju them, ju prift e mbara. Qëndrimi i rektorit ka qenë shumë konstruktiv edhe shumë ka qenë me një diapazon të gjanë. Ai asnjë moment nuk i ka gjyku ato demonstrata, por gjithmonë ka qysh kërkesat e tyre që kanë më të kapshme për ne. Shquhet aktiviteti dhe guximi i tij në mbrojtje të demonstratave të vitit 1981, kur ai në cilësinë e rektorit u bashkua me student, i përkraj kërkesat e studentëve, doli në protesta për t'i mbrojtur studentët e tij nga dhuna e serbe. Babi ka mbështet kërkesat e studentëve natyrisht dhe ka qenë edhe mes tyre. Unë kujtohet si ka ardhur në shtëpi, domethënë me sy të skuqura, të përlotura nga gazi losjedhës. Kujtohet një mlef i tij i madh. Në një nga ditët kur intervenoi dhunshëm policia në konviktin e qendrën e studentëve në Prishtinë, mua më qelloi atë ditë të jem kujdestar në konvikt. Gazmendi ishte ai që krijonte atmosferën, krijonte tensionin emocional nga ajo që shikonim, çfarë dhune ushtroi ndaj studentëve, edhe ndaj vajzave që nuk ushtronin kurfare rezistence. Emocionalisht nuk mund të ta duroj që ai ishte rektor e studentët e tij ishin maltretuar dhe torturuar.
Dhe Gazmendi reagonte me zë, reagonte sikur tu flit të njerëzve në mase, në tubim, që po bejnë, qëfar dhunë po ushtrojnë këta fashistë, kjo polici, kështu, edhe shpërthente në ato mjedise, duke lëvizur se zinte vendit në një vend. Për pat keq edhe vetë Gazmendi përjetoj një traum përballje kur ishte si rektori i universitetit për të shpëtuar ndihmon një studente të cilën po e maltretonin milicët dikun afër rektoratit. Me 1 dhe 2 prit kanë qenë të jashtëzakonshme, ku masovike, ku studentët ne i kanë rras, sidomos njësitë speciale të Jugosllavisë. Me 1 prill, para rektoratit, i dolin policia edhe automatin javun në gjoks, po ati nuk i trembej syri, edhe për këtë, edhe qau, ata mundun me ndalë, po këda unë duhet të shkoj të studentë mi edhe shkoj të menza e studentëve. Më kujtohet edhe një moment kur erdh, a i shkoj të vizitoj studentët në spital. Më kujtohet gjendja e tij emocionale, po më kujtohet prap një mlef i papërshkrueshëm. Gjatë demonstratave të pranverës së vitit 1981, rektori Gazmend Zajmi me bashkëpunëtorët e tij kishin presion të madh nga udhëheqja e atëhershme e Kosovës dhe Serbisë që të distancohen nga to. Mirë po ai edhe në këto rrethana me mençuri bëri mbrojtjen më të mirë të mundshme të kërkesave të studentëve. Kemi pas shumë presione në atë aspekt me i dënu, si që i patë dënu student, mirë po nuk e arritën, edhe kur nuk e arritën atë, se ne jepshim dimenzionin tjetër krejt. I Gazmendi i kam projë gjithni, i kam projë studentët edhe i ka shiku të them me arsëtu, se janë të ri, po kërkojnë ndryshime, po kërkojnë ndrimet, situates, sukun gjitha venet tjera të Evropës. Ka qenë një moment shumë i vështirë, profesori Gazmend ka luajtur rol të jashtëzakonshëm me i qetësu studentët. Mbledhjet Komitetit Krajnor, që unë e kom kundërshtu, nuk jam pajtu me propozimet dhe me vlerësimet e tyre. Se Mahmuti thonte, nëse i futim këto që kërkojshin disa me qenë këto veç nacionaliste, identiste, kundër Rusana reknej, atëherë thoi ke mosat vinë për studentat shumë më të ashpra edhe për profesorët edhe për të tjerë. Na ka mungu përkraja e politikanëve, përkraja deri diku ka qenë Mahmut Bakallit e politikanëve, por ka pas politikanë tjerë që na kanë sulmuar shumë ashpër. Po shihen diskutimet e Azem Vlasit, Ali Shukris edhe Sinan Hasanit, thash në Komitetin Krajnor, sukur aeroplani kur e lëshon, adja tymin që e lëshon mrapa, thash që ashtu po shihen vijat e diskutimit tyne në Komitetin Krajnor, që ishin për me përkra qëndrimet e Serbisë. Kishte një paraqitje e cila lente përshtypje se në mënyrë elegante është ti menjanu kërkesat cilat ai nuk donte me i zbatu. Shihej që është presioni i Serbisë, aty edhe në Jugosllavi dëshin me marrë përkrahjen e Jugosllavisë për me sulmu Kosovën. I tili ishte Gazmendi, të til e manifestoj rezistencen, guximin, mençurinë e vetë, gjatë gjithë ati 10 vjetëshi, 8 vjetë që ishte të thuash Kosova në një shtetë rrethim të pashpallur, po ishte tamam një shtetë rrethim policor. Në disa mbledhjet e kryesisë Komitetit Krajnor është paraqit çështja e rektorit, ato çështja e Gazmendit. Një ndër ata më të zëshmit ka qenë Ali Shukriu. Kërkonte pse Gazmendi nuk po del me gjyku demonstratat. Kur e pan rezistencën tonë, atë,
atë lypën kush më bërë rektor. Me shkarku ju. Me nga shkarku, dhe me dhënë ndërheqje. Edhe kryesori ishte me dhënë ndërheqje Gazmendi. Gazmendi ka qenë aty, gjithni ka qenë i sulmun, që me thonë ka qenë, tash se ka qenë rektor i universitetit, edhe gjithni ka qenë sy që duhet dajti me marë masa deri sa ma vonë u morën masat. Duke shprehur maspatimin energjik ndaj ndërhyrjes politike dhe dhunës policore në Universitetin e Prishtinës me 9 qershor të vitit 1981, rektori Gazmend Zajmi dhe prorektori Halil Turku u detyruan që të japin ndërheqje të parevokueshme. Me këtë kemi desë me thonë që ne jemi me studenta. Ne nuk kemi thonë as për demonstrata, as për qëndrimit e demonstrata, vetëm ne japim ndërheqje të parevokueshme. Me një fjali. Ishim në një mbledhje në Gërmi, Dushko Ristiqi, tha Serbia edhe Stamboliqi po kërkojnë që këta me u largu prej procesit arsimi. E shka po pritni që nuk po ndërmerrni masa. Gjaviti u qu tha nuk mujmë me punu si mas regjistrave tua edhe mas shtu që i ke prej Serbis. E pas profilimit procesit e diferencimit qëndroj stoik në qëndrimit e tira e ti se këto protesta ka një kauz të drejtë dhe Kosova duhet fiton qyqatër statusin e Republikës. Edhe dhe primtarët e shuar të ilegales atëhershme shqiptare, Adem Demaçi, Ismail Domoshi, Metush Kasniqi dhe të tjerë, kishin vlerësuar qëndrimin atëtar të intelektualit Gazmend Zajmi. Madje sipas dokumenteve të botuara në librin Mendimi politik i legale së Kosovës 1945-1981, shkruar nga historiani Ethem Qeku, Metush Kasniqi në kuadër të Lëvizjes Nacionale Shqiptare të Kosovës kishte afruar edhe disa intelektualë të shuar në mesin të cilëve edhe profesor Gazmend Zajmin, Nuri Bashotin, Sadri Fetiun, Murat Blakun, Osman Imamin, Moran Kutlovsin dhe disa intelektualë të tjerë. Dhe atër klasa politike e komunistëve kosovar, që i shërben të lidhës komunistëve të Jugosllavisë, u vërsulën pikrisht ndër të partë Jora Seq Gazmendit, sepse ishte koka intelektuale e Kosovës. Gazmend Zajmi asnjëherë nuk është zhvinizu karshi politikave komuniste. Asnjëherë s'ka pranu të ju shërbej apo të bëhet vazali tyne. Dhe në momentin kur filloi diferencimi, sidomos diferencimi në universitet, ai ishte dinitos, krenar në qëndrimet e tij. Ngjarjet e vitit 1981 u kualifikuan si ngjarje kontrarevolucionare me elemente të krimritjes. Dhe ky vlerësim ishte me pasoja të rënda për Kosovën dhe për inteligjencën shqiptare në Kosovë. Objektiv kryesor ishte Universiteti i Prishtinës, të cilën e quajtëm kështjell e nacionalizmit dhe reditizmit shqiptar, duke mos i përjashtuar edhe nivelet tjera të arsimit. Profesor Gazmend Zajmi ishte njëri ndër ta të cilin e akuzuan për mos angazhim, për obstruksion dhe për heshtje në stabilizimin e gjendjes në universitet. Kur nuk do t'jaroj kujtimet nga jo mbledhje maratonike dëmëtorëshe, isha në cilësinë e asistentit, kur të gjithë u vërsulën kundër tij, pra dhe shumë kolegë të fakultetet që ishin pjesë e lidhës komunistëve të komunës Prishtinës dhe të nivelit të komitetit krajnor, u vërsulën dhe kërkonin kokën e tij. Jo vetëm për të larguar atë si protagonist i lëvizjes për pavarësi, por edhe për të futur frikën të intelektualet të tjerë. Aktivist sërb, por mjerisht disa aktivist dhe argat të sërbëve aty ishin pranishëm, aktivist të komitetit komunal, dhe ishte një atmosferë jashtëzakonisht e rëndë, emocionale, trisht, si me thonë. Pash për herë të parë problemet serioze shëndetësore të profesorit, sepse profesori pat një krizë shëndetësore karshia asaj torture psikike, dhe fal asistentës e mjeku ti personal, profesor Osman Imamit, ai u kendel, por qëndroi deri në fund dinitetshëm, nuk pat mbrojtje nga kolegët e tij, përjashtuar 3-4 profesor, duhet të përmend profesor Statovsin, i cili e mbrojti, i ndjeri profesor Musli Halimi dhe isha unë si asistent që ishim tonë kohën e mbrojtjet e tjerë sikur ja kthyn shpinën, sikur nuk rezistuan presionit. Organizata themelore e Lidhjes së Komunistëve dhe Fakultetit Juridik diskutoi për profesor Gazmend Zajmin dhe e akuzuan për heshtje dhe obstruksion të aksionit të Lidhjes së Komunistëve
në sanimin e gjendjes në universitet. Me 22 gusht të vitit 84, Kryqësia e Komitetit Komunal në drejtimin e Zëvllasit përjashtoi doktor Gazmen Zajmin dhe doktor Femi Aganin nga Lidhja Komuniste e Jugosllavisë. Gazmen Zajmi aksionin e Lidhjes së Komunistëve për diferencim e cilësoi si një proces antishqiptar për pastrimin e inteligjencës shqiptare. Ky aksion i diferencimit u quajtur si aksion sadist politik. Për shkak të refuzimit që të distancohet publikisht nga forcat adhetare që angazhoheshin për Kosovën Republikë dhe për shkak të kundërshtimit të ashpër të procesit të diferencimit drejtuar nga udhëheqja e atëshme politike e Kosovës dhe e Serbisë në Universitetin e Prishtinës, Gazmen Zajmi në vjesht e vitit 1984 është larguar edhe nga procesi mësimor në këtë universitet. Me 4 tetor të vitit 1984, pleqësia e Fakultetit Juridik e largoi nga procesi mësimor profesor Gazmen Zajmin. Një pedagog i tillë, siç ka qenë Gazmen Zajmi, rrallë ndodh. Prandaj edhe ai ka qenë i mishnum me student. Ditë e natë ka qenë i lidhur me student. Prandaj ai edhe Femi Agani edhe shumë profesor tjerë, Ali Hadri e tjerë kanë qenë. Prandaj një humbje shumë e madhe e universitetit ka qenë largimi i atyre profesorëve prej universitetit. Profesori i parë që u diferencu dhe u largu nga puna, një nga themeluesit e universitetit, ne humbëm një intelektual dhe një promotor të guximit intelektual të profesorëve për liri dhe pavarësi, dhe njëkohësisht largimi i tij dhe mos solidariteti i kolegëve bën që të zbehet rezistenca e intelektualëve dhe profesorëve tjerë. Largimin e tij nga procesi mësimor nuk e ka pranuar lehtë, sepse ai ka dash profesionin e vet, i ka dash studentët e vet. Pata fatin që pastaj me kërkesë profesorit unë të marr landën e tij, por kjo mu as pak nuk më bënte të ndije i mirë, sepse mungesa profesorit ndijej te student. Me vendimin e dekanit të fakultetit, ku ai në bazë të këtij vendimi nxorri akt vendimin tjetër për largimin po ashtu nga procesi mësimor dhe caktimin e tij si këshilltar në Institutin e Ulëmtimeve Shkencore në Fakultetin Juridik. Për fat keq, unë jam gjenerat e studentëve të Fakultetit Juridik që nuk e kemi pas atë fat që ta kemi profesor Gazmen Zajmin. Pas demonstratave të vitit 81, ati është ndaluar që të ketë komunikim me student dhe ne studentët e Fakultetit Juridik nuk kemi pasur të drejtë të komunikojmë me te. Gazmen Zajmi si jurist, si shkencëtar, si hulumtues, i mbante lidhjet me fakultetet juridike dhe fakultetet të shkencave politike, me universitetet dhe me profesorët e universiteteve më të njohura në botë. Dallohin nga të tjerët dhe ishte profesor i vërtet që asnjëherë nuk i mbante për vete, edhe pse vinin në emër tij ato revista, po gjithmonë i dorëzonte në bibliotekën e Fakultetit Juridik. Kështu që lidhja jonë me botën në të vërtet ish vetë Gazmen Zajmi. Profesor Gazmen Zajmi, edhe pas largimin nga procesi arsimor në universitet, nuk u ndalë se punuri për interesat kombëtare.